Po, selam aleikum. Aleikum, salam wa rahmatullah. Me që jemi në fillim të vitit shkollor, a ka mundësi një këshill për ato nxënës që i bullizojnë nxënës tjerë? Valla këshillën na fillimisht do t'ja dhom prindërve, Po. që me këshillu ata fëmijët kur shkojnë në shkollë, mos me i përbuz tjerë, mos me i nënshmu tjerë, mos me ofendu tjerë, mos me i tall tjerë. Dhe fjala bullizim, tash bullizim është term i ri, te anglishtës domethënë e futën në fjalorin ton. Na e kena domethënë mos me i nënshmu njerëzit, mos me ofendu njerëzit, mos me i përqesh njerëzit. Allahu Kur'an thotë wailun li kulli humazatin lumazah. Vaj për secilin që përqesh edhe tall me tjerë. Kërcënim faktikisht. Normalisht domethënë vaj është xhenemi, është dënim ata njerëz që tallen. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yahqiranna ahadukum akha. Askush juvet mos e nënçmon vllahun e tij. A është i trash, a është i holl, a është i shkurt, a është i gjatë, a dhom t'i ka shtremta, a një sy i ik, a ka ndonjë element tjetër domethënë që e bëjnë sebeb shokët apo shoqet e vajzat edhe e tallin, e përqeshin, e përbuzin, e nënçmën tjetër, kanë ndaluar fetarisht. Edhe prindi duhet me këshillu djalin e vet, nana me këshillu vajzën e vet, djali jem, bia jeme, kujdes. Mos nënçmon njerëzi, mos ofendon njerëzi, mos përqesh njerëzi. Normalisht hajgaret janë hajgare, ama nëse shef se dikush preket edhe i rënohet, mos e ngacmo, mos e provokon. Është fakt ne jemi dëshmitarë se domethënë shkaku i këtyre përqeshjeve dhe talljeve që i bëjnë që quhet sot në gjuhën moderne bullizëm, shumë fëmijë edhe hezitojnë me shkollë. Pse vezdoj, jo valla se atë nuk kam lënë rahat masëre. Edhe është fakt, edhe kjo është një këshill për atë të rit, që ndoshta po shëndu kush është pak më i trash, kush është pak më I shkurt, mos u i dhëno me fjalët e njerëzve. Mos u prek se si të prekesh ti dhënosh ato që themi na në gjuhën tonë të flugën edhe më tepër mbi kokë. Ngjiten edhe më tepër me të përqesh. Bëno domosdoshmë gjan, bëno i ftoft, te i kaloj ato përqeshje dhe ofendime dhe rri rahat. Kështu je më mirë. Normalisht na duhet me kuptu se jemi vllazën, duhet me dash njëri tjetrin, duhet me ndihmu njëri tjetrin, duhet me shërby njëri tjetrin, duhet me ndihmu njëri tjetrin. Për shembull, se dikush ka për shembull peshë më shumë, na më thonë s'ka gale, sot je ki peshë nesër hum. Edhe bjerë shembull njerëzve që janë kontrashën, kanë rrallë zaif, janë dobësu. Ose sot që shkurt, çka ka gale pse është i shkurt. Se njerëzit e suksesshëm kanë qenë këtë gjatë, ose dikush domethënë ka ndonjë nevojë tjetër të veçantë. Fjalim po. Për shembull ka probleme të logopedisë, domethënë nuk mundet me shqiptu fjalë, nuk mundet me theksu mirë shkronjat, i ik për shembull rrëja ose sën edhe shën, s'mund me dallu, e kështu me radhë. Nuk duhet ai më u prek, nuk duhet më i dhënuar, përkundazi duhet më konë zemër ngjan edhe me i kapërci ato domethënë, kështu më mirë nuk i ngjiten pastaj për ta ofenduar, për ta prek. Ama prindërit duhet me këshilluar, edhe normalisht pastaj këshillojmë edhe fëmijët, qofshin në shkollë fillore, qofshin mesme, qofshin fakultet, mos i përqeshin njerëz sepse Allahu i Madhërisht ka thënë vaj për ata që përqeshin. Unë xhenemi është dënim për ata njerëz që përqeshin, që i përqeshin tjerët. Edhe nënshmimi i tjerëve gjithashtu është i ndaluar fetarisht. Na duhet me vlerësu gjithë për vlerat e para imanore që kanë, e dyta vlerat akademike, domethënë intelektuale që kanë, pastaj vlerat domethënë e kontributit, se për shembull dikush me kon mos me mujt me belbzu për shembull, ama me qenë më i miri në zonë shkollë. Dikush mund të me kon për shembull atë ka një defekt tjetër, ama me qenë organizatori më i mirë i klasës. Ose për shembull ai është i cili i sjell klasën domethënë mirënjohje dhe çmime në për gara të ndryshme shkencore që marrin për shembull në shkollë ose jashtë shkollës. Në shkak secili ka vlerë, secili ka rëndësi, ama na si familje muslimane dhe si fëmijë musliman duhet të kuptojmë se vlera kryesore është vlera e besimit. E dyta është vlera e arsimit. E treta është vlera e sjelljes mirë, akhlakut. E katërta pastaj ato vlera të tjera domethënë që fatkeqësisht shumë njerëz janë botë fare. Allah i udhëzoft fëmijët tonë. E bëft këtë kthim të tyre në bankat shkollore, kthim të mbar, kthim të dobishëm. E inshallah mësojnë, e janë serioz në mësimin e tyre, edhe ato që janë shkolla fillore, edhe ato që janë shkolla të mesme, edhe ato që janë fakultet. E ndihmon Allah i Madhërisht stafit arsimtarët që të jenë të disiplinuar, të jenë domethënë pak më rigoroz me fëmijët që ata marrin dituri më tepër për edukat aq sa duhet inshallah. Po këto zakonisht këto që bullizojnë, këto nxënësat që bullizojnë, e kanë me njetë
që të bon show pak, a di të bon... Po dhe duken pak interesant para shokëve, da. që ti për shembull si thua moni e thamë, dhe. Normal, kjo është i thuhet që të lider në keqe. Që të shtije tjertë me keq. Po, jo, që i pari që e merr guximin e bën të keqe publikisht. Kjo është më keq sa për shembull që ti mund nëse e publikon kanë të fshehur as ose privatisht, është kjo më e vogël, ama ta vesh para njerëzve që ti të bosh Showman. i madh, showman i rëndësishëm, i guximshëm, keqe. Kjo është dy vesh më keq, ti i thoj domosdoshmë lider i pari për të keqe. Model i keq për tjerë. Do të me këshillu, do të me qortuar sepse kjo nuk ban, është gjë e mirë. Bo lider më bo më i mirë në klasë. Bo lider më kon më i sjellshëm në klasë. Bo lider më qenë më humanist në klasë. Këto punë të mira bën lider. Ajo punë të këqija. E kum dëgju pi hoxhallarëve një fjalë, ai cili e hidhron Allahun duke i shtimë me çesh njerëzit kështu disi. Jo, ajo është domethënë mohabet tjetër, është për ata që gënjejnë për të bëu humor të njerëzit. Vaj për te, vaj për te. Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më thon vaj për atë njerëz i cili gënjen për të shtinë njerëzit me qesh. Ai ka të bën me gënjesht, domethënë. Kjo mohabeti domethënë është me për vuzën në çmimin që vlen ajeti që e thash në fillim vajlun li kulli humazatin lumaza. Vaj për atë i cili përqesh njerëzit dhe të Allahut me ta. Allah të shpërbleftë. Amin.